Personat që pinë kafe çdo mëngjes duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do ngeleni pa fjalë. Gjatë viteve të fundit, studime të ndryshme kanë treguar për përfitimet e shumta të kafes, por nuk duhen mohuar as tashmë që shumica e njerëzve e pinë kafe në mëngjes dhe e kanë shndruar këtë në një rutinë të përditshme. Kjo ka ndikuar që studimet të merren edhe me ndikimet e saj në organizëm. Sipas studimeve ndonë se kafeja ka disa përfitime, prap nuk duhet të lihet anash efekti negativ që ajo mund të shkaktojë. Sido që të jetë, shumica e njerëzve nuk mund të fillojnë ditën e tyre pa një filxhan kafe në mëngjes, dhe madje me stomak të zbrazët pa ngrënë as mëngjes. Nuk është të çudi që, pas kafes, shumica e njerëzve shmangin të hanë ushqimet e tyre për të parë edhe përditshmërinë e cila mund të ndikojë në imunitetin tuaj të përgjithshëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Studime të shumta kanë treguar se kafeja duhet të pihet vetëm një orë pas zgjimit dhe madje kurse me stomak të zbrazët. Kafeja duhet të shmanget të pihet më njëherë pas zgjimit, sepse atëherë niveli i kortizolit është shumë i lartë dhe është gjithashtu përgjegjës për kontrollin e orës tuaj biologjike. Një filxhan kafe me stomak të zbrazët mund të shkaktojë probleme të urthit, fryrje dhe në disa raste mund të nxjisë edhe më shumë problemin e të vjellave. Prandaj, përpiquni që në mëngjes të hani të paktën një fat buk përpara se të pini kafe. Edhe në qoftë se mund ta bëni këtë, atëherë të paktën kafen mund ta zbusni edhe në kombinim me qumshtin. Një mundësi kjo është shumë e rëndësishme për të evituar edhe komplikacionet që kafeja mund të shkaktojë me stomak të zbrazët. Madje, nëse mendoni se dita nuk dis pa konsumimin e kafes, atëherë keni gabim, pasi efekti i saj në mëngjes, veçanërisht midis orës 8 dhe 9 të mëngjesit, nuk është më i dukshëm. Gjatë kësaj kohe, ajo nuk funksionon të paktën jo ashtu siç e keni menduar ju. Ekspertët këshillojnë që, nëse zgjidhni të konsumoni kafen për mëngjes, konsumojeni atë gjithmonë pas mëngjesit dhe të paktën mbas orës 10 të paradites. Kështu përfitimet e saj do të jenë më të larmishme, nuk do të jenë të rënda ndikime negative dhe gjithashtu kafeja do të sjellë përfitimet e saj ushqyese. Në këtë video, sipas headline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i kafes pas mëngjesit. Kafeja është gjëja e parë që vjen kur mendoni edhe për mëngjesin e shëndetshëm, por në disa raste ajo mund të sjellë efektet e saj negative. Prandaj duhet të pihet si duhet për të evituar komplikacionet që mund të ndikojnë në shëndetin tuaj. Ajo përmban antioksidantë dhe substanca të tjera aktive që mund të reduktojnë inflamacionet e brendshme edhe komplikacionet e organizmit. Por cilat janë disa nga efektet kryesore të konsumit të kafes në mënyrë të përditshme? Mund të rrisë vigjilencën. Studimet e kohëve të fundit kanë zbuluar se konsumuesit e kafes kanë më pak gjasa të humbasin jetën nga disa shkaqe kryesore, siç janë sëmundjet koronare të zemrës, gjithashtu goditja në tru, diabeti dhe sëmundjet e veshkave. Trupi juaj mund të përpunojë glukozën ose sheqerin më mirë, citon Healthline. Kjo është teoria pas studimeve që nxorën se qelizat që konsumonin edhe nivelet të ndryshme të kafeinës kanë më pak gjasa që të vuajnë nga luati të theksuara të niveleve të sheqerit në trup. Gjithashtu, ka më pak mundësi që të zhvilloni insuficiencën kardiake. Pirja e 1 deri në 2 filxhan me kafe në ditë mund të ndihmojë të ruheni nga insuficienca kardiake, kur një zemër e dobësuar ka vështirësi të pompojë mjaftueshëm gjak në venat e saj. Kafeja mund të kthehet gjithashtu edhe një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre shqetësimeve. Ka më pak mundësi që të prekeni nga sëmundja e Parkinsonit. Kafeina jo vetëm që lidhet me një shans më të mirë për të zhvilluar gjithashtu edhe mbrojtjen tuaj, por mund të ulë edhe riskun e Parkinsonit, citon Healthline, por kjo nuk do të thotë se me marrjen e kafes do të shpëtoni nga ky problem. Mëlçia juaj do ju falenderoj me përdorimin e kafes. Si kafeja dekafeinuar dhe ajo e zakonshme mund të kenë efekte pozitive në shëndetin e mëlçisë. Studimet tregojnë se
Konsumuesit e kafes kanë më pak mundësi të preken nga nivelet e enzimave të mëlçisë në një shkallë më të shëndetshme se ata që nuk e konsumojnë kafen. ADN-ja juaj do të jetë më e fortë me përfshirjen e kafes në rutinën tuaj ditore. Kafeja e pjekur e errët ul thyerjen e fijeve të ADN-s, që ndodh në mënyrë të natyrshme, por që mund të çojë edhe në zhvillimin e problemeve të ndryshme të imunitetit. Gjasat për t'u prekur nga problemet të zorrës do të ulen në ndjeshëm. 1 në 23 gra zhvillon probleme të zorrës, por studimet kanë zbuluar se konsumuesit e kafes kishin 26% më pak gjasa që t'i ndodhte ky shqetësim. Gjithashtu mund të ulë riskun e prekjes nga sëmundja e Alzheimerit. Por kafeina në 2 filxhan kafe mund të sigurojë gjithashtu një mbrojtje të rëndësishme kundër zhvillimit të këtyre komplikacioneve. Sigurisht, kombinimi i saj në mënyrën e duhur në dietën tuaj mund të reduktojë rrahjet e shpejta të zemrës, tensionin, ankthin dhe vështirësitë për të fjetur. Kjo bëhet fjalë gjithmonë nëse nuk e teproni. Kur e pini më shumë se sa duhet, kafeja mund të kthehet në një dëm të organizmit. Kafeja është një nga pjetë më të konsumuara në të gjithë botën, fal nivelit të lartë të antioksidantëve që ajo përmban. Studimet kanë treguar se personat që konsumojnë kafe kanë një faktor risku më të ulët të disa komplikacioneve, por kjo nuk do të thotë se ata që teprojnë mund të kenë përfitime. 1 deri në 3 kafe në ditë në bazë të ushqyerjes suaj mund të jenë të favorshme për shumicën e personave. Ndaj sigurohuni ta konsumoni atë si duhet dhe brenda normës së lejuar. Këto janë përfitimet kryesore sipas Healthline, që do të marrë shëndetin juaj nga konsumi i kafes në mënyrë të kontrolluar. Mund të përmirësojë nivelin tuaj të energjisë dhe t'ju bëjë edhe më të zgjuar. Kafeina bllokon neurotransmetuesin frenues në trurin tuaj, çka shkakton edhe një efekt stimulues. Kjo përmirëson nivelin tuaj të energjisë, gjendjen shpirtërore dhe aspekte të ndryshme të funksioneve tuaja të trurit, citon Healthline. Mund t'ju ndihmojë edhe në djegjen e sasive të tepërta të dhjamit. Disa studime tregojnë se kafeina mund të rrisë djegjen tuaj të dhjamit dhe gjithashtu të rrisë edhe metabolizmin tuaj, duke sjellë rezultatet e duhura në këtë aspekt. Ajo mund të përmirësojë në mënyrë drastike edhe performancën tuaj më të mirë fizike. Kafeja mund të rrisë nivelin e adrenalinës dhe të çlirojë gjithashtu acidet yndyrore nga indet tuaja yndyrore. Kjo gjithashtu çon në përmirësim të dukshëm në performancën tuaj fizike, sidomos tek personat që merren me sporte. Kafeja mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë nëse pihet të paktën 30 minuta përpara aktiviteteve fizike për të rritur ndjeshëm edhe fuqinë tuaj gjatë ushtrimit që mund të keni edhe me pesha. Kafeja mund të përmbajë gjithashtu lëndë thelbësore ushqyese në dobi të organizmit tuaj. Kafeja përmban disa lëndë ushqyese thelbësore përfshirë këtu, riboflavinën, acidin pantotenik, manganin, kaliumin e të tjera, të cilat do të luajnë role pozitive në mbrojtjen e shëndetit nëse kafeja nuk teprohet dhe konsumohet ashtu si duhet në bazat tuaja ditore. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë që mund t'i japë një sër përfitimesh veçuese edhe për mbrojtjen kundër Alzheimerit dhe demantinës. Personat që pinë kafe kanë një risk 21% më të ulët për t'u prekur nga Alzheimeri dhe demantina, shkaku kryesor i luhatjeve të theksuara të kujtesës. Mund të ulë riskun e prekjes nga Parkinsoni. Personat që konsumojnë kafe kanë deri në 60% më pak risk për t'u prekur nga sëmundjet e Parkinsonit. Çrregullimi i dytë më i zakonshëm neurodegenerator. Prandaj konsumuesit e kafes duhet ta bëjnë atë në mënyrë të zakonshme dhe pa e tepruar, ku 1 deri në 3 filxhan në bazë të aktiviteteve tuaja ditore dhe tolerancës mund të jenë më të favorshme në dobi të shëndetit tuaj. Gjithmonë kafen e konsumoni me maturi dhe asnjëherë më shumë se sa e keni të nevojshme. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu. Nëse kafeja mund të krijojë edhe efekte anësore, mos e konsumoni atë në shëndetin tuaj.